I rrezikshëm është dallon nga gjendjet e tjera gripale, nga viruset ndryshme, të cilat i njohim? Ka një ngjashmëri me virozat e tjera, sepse në radhë të parë pjesa më e madhe e personave e kalojnë pa shenja klinike, madje pa e kuptuar dhe që janë prekur nga ky virus. Dhe kur flasim pjesa më e madhe, flasim mbi 80% e personave të infektuar e kalojnë pa asnjë shenjë klinike. Tek ai 20% që pjesa ndërmuese sërish kanë thjesht shenjat e një viroze të zakonshme me efe, me dhimbje koke, dhimbje muskuj, shlodhje dhe kaq kalon dhe shërohet personi dhe nuk ka asnjë lloj pasoje. Fatkeqësisht është një 1% i rasteve që komplikohen me shenja neurologjike pasi virusi prek ose trurin ose cipat e trurit meningje, duke shkaktuar encefalit ose meningit. Këtu pastaj këtu është komplikimi më i rrezikshëm dhe këtu ndalemi sepse shfaqen shenjat e prekjes së trurit dhe të meningjeve, që janë konfuzioni, që janë humbja e ndërgjegjës, që janë konvulsionet, që janë rigiditeti bukale, quajmë në shëndetësi si formë, kur qafa ngrin dhe bëhet dhimbshme për ulja e qafës. Dhe këto shenja janë natyrisht shenja që tregojnë një urgjencë madhore, rastet që komplikohen me encefalit ose me meningit duhen trajtuar menjëherë në kushte spitalore dhe fatkeqësisht janë raste që pasohen edhe me humbje jete relativisht i lartë rreziku i humbjes jetës, nëse ndodh komplikacion. Ky është problemi i komplikacionit. Në lidhje me përhapet vetëm nga mushkonjat apo është si gripi që përhapet pastaj në masë mes njerëzve nga njëri te tjetri? Ky është lajm i mirë, pra përhapet vetëm nga mushkonjat dhe sipas informacioneve më të mira që disponojmë, duhet të ekzistojë patjetër rezervuari, mushkonja dhe njeriu. Pra njeriu i infektuar, nëse mushkonja pickon njeriu e infektuar, përqendrimi i viruseve në gjak nuk është aq i lartë sa të mundsojë dhe transmetimin nga njeriu tek njeriu. Pra njeriu shërben, njeriu është qenie që dëmtohet nga virusi, por nuk shërben si rezervuar. Po kështu edhe kafshët shtëpiake mund të dëmtohen, dhe sidomos kuajt, tek kuajt ka një vdekshmëri shumë të lartë, madje shumë të lartë se tek njeriu infeksioni, por fatmirësisht nuk shërben si rezervuar për të infektuar edhe për të vazhduar zinxhiri i infeksionit. Kjo bën që të ketë duhen patjetër llojet e zogjve, ku hyn sorat, laraskat, hyn madje edhe arabeli, që janë rezervuar natyral të virusit, dhe që virusi në gjakun e këtyre është një përqendrim të tillë që nëse mushkonja pickon dhe ushqehet me gjakun e një shpendi, merr një përqendrim të tillë virusesh që është e aftë të transmetojë edhe njeriu ose kafshët e tjera që unë përmenda më lart. E qartë kjo. Pyetja e fundit që kam për këtë, shumë shkurt, si u tha, të rastet më të rrezikshme janë ato kur kalon pastaj në tru, krijon encefalit e të tjera. Disa lloj virusesh, nga ato që ne quajmë si gripra të ndryshëm, e kanë këtë rrezik apo jo? E kanë më të lartë ethet e Nilit apo është njësoj si të tjerët? Jo, nuk, kjo është një tipike e etheve të Nilit Perëndimor, pra që komplikacioni vetëm madhor që ekziston, përveç ka dhe një formë që është forma e zgjatur e sëmundjes, që ndodh kryesisht te personat me imunitet të dobësuar, por forma e sëmundjes që komplikacioni madhor dhe që përbën rrezik për jetën është ai në encefalit dhe në